Kemi prezentuar listën prej 110 kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje bashkë me partnerët tanë. Kësaj liste i prin Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti dhe në këtë listë gjeni aktivistë të hershëm të lëvizjes vetëvendosje, gjeni njerëz që janë të profesioneve të ndryshme dhe qoftë jurist, qoftë doktor, qoftë ekonomist apo edhe fushave të tjera. Prandaj, unë konsideroj që është lista më e mirë e këtyre zgjedhjeve, krahasuar me subjektet politike, natyrisht që secili prej tyre gjatë kësaj kohe po jep një kontribut maksimal në fushatën zgjedhore. Prandaj edhe konsiderojmë që është lista më e mirë e këtyre zgjedhjeve. Së pari ne kemi thënë qëndrimet tona në raport me listën serbe ka herë. Domethënë prej momentit kur lista serbe ka dalë si koncesion nga negociatat me Serbinë, ne kemi thënë që lista serbe nuk është një subjekt politik që ka dalë nga qytetarët serb që jetojnë në Kosovë, por pas pazareve në negociatat me Serbinë. Rrjedhimisht ajo nuk e njeh as Republikën e Kosovës, as domethënë nuk ka veprime në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi, përkundrazi lufton në vazhdimsi Republikën e Kosovës, qoftë në kuvend, qoftë jashtë saj, duke ja shtuar këtu faktin që nënkryetari apo kryetari formal i listës serbe, kryeterroristi Milan Radojičić, siç e dini, është përgjegjës për sulmin terrorist në Banjsk dhe Serbia nuk e dorëzon atë. Prandaj, duke pasur parasysh edhe plot informacione të tjera të cilat janë siguruar nga institucionet e sigurisë, ne kemi konsideruar që lista serbe nuk duhet të certifikohet si subjekt politik. Ne e kundërshtuam atë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por fatkeqësisht instanca tjera e kthyen mbrapsht vendimin e Komisionit Qendror. Tani ne kemi kundërshtuar kandidatët e listës serbe, sepse konsiderojmë që e drejta është në anën tonë, nuk duhet që të garojnë në zgjedhje kandidatë të cilët nuk e njohin Republikën e Kosovës. Ne kemi parë edhe qëndrimet e partnerëve tanë, ne nuk presim që t'i kemi qëndrimet e njëjta me partnerët tanë, por konsiderojmë që duhet të veprojmë në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Unë atë ditë e kam bërë këtë fotografi për faktin se ka qenë seanca e fundit pas shumë seancave, domethënë në përpjekje për ta konstituar kuvendin e pastaj për ta zgjedhur qeverinë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, ne kemi parë që lista serbe domethënë ka vazhduar me veprimet në linjë me opozitën. Në anën tjetër, sa i përket PDK-s apo dhe LDK-s, ne kemi parë votë të tyre kundër meje, kundër kryeministrit Kurti, kundër Glau Konjufcës që ka qenë kandidati jonë për kryeministër. Por asnjëherë nuk kemi parë votë kundër deputetëve të listës serbe. Pra, sa herë ata janë vendosur në votim për nënkryetar të kuvendit, kanë qenë 9 prej tyre që janë hedhur në votim për nënkryetar të kuvendit, në vazhdimsi opozita ka abstenuar. Pra, kur s'ka votuar kundër tyre. Madje kanë votuar edhe kundër zotit Nenad Rashić, që megjithatë e njeh Republikën e Kosovës, nuk e lufton Republikën e Kosovës. Pra, që nga 15 prilli, pra nga seanca e parë konstituive, lista serbe dhe opozita pra kanë qenë në linjë me veprimet e tyre dhe unë kam pasqyruar, domethënë një realitet dhe unë konsideroj që nuk është problem fotografia ime, por koordinimi dhe veprimet e njëjta edhe në seancë, por edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç e dini, ata nuk votuan kundër certifikimit të listës serbe, ata abstenuan. Pra, opozita jonë fatkeqësisht nuk ka votë kundër listës serbe. Prandaj ata duhet japin llogari se pse është kjo gjendje dhe në anën tjetër jo unë, se pas kam bërë një fotografi që e kanë parë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse siç e dini, mediat kanë qenë në numër të madh mbrapa deputetëve. Unë besoj që gjatë kësaj kohe qytetarët e Republikës së Kosovës kanë mundur që t'i shohin veprimet e subjekteve politike, t'i vlerësojnë ato dhe më 28 dhjetor është dita kur ata do të vendosin se kush mban përgjegjësi për situatën aktuale, cili prej subjekteve politike do të mbështetet më shumë. Ne natyrisht që jemi në terren në vazhdimsi edhe shohim, si më thënë, qëndrimet e qytetarëve në raport me situatën aktuale, por sidomos edhe me periudhën që kemi pasur qoftë me konstituimin e kuvendit, qoftë me zgjedhjen e qeverisë. Është e vërtetë që lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e nënshkurtit ka qenë subjekti më i madh politik në vend. Kryeministri Kurti është personi me mbështetjen më të madhe qytetare ndonjëherë
në Republikën e Kosovës, por ajo nuk na ka mjaftuar që ne të arrijmë që ta bëjmë qeverinë. Pra edhe përkundër përpjekjeve tona që të kemi një bashkëpunim me LDK-n apo me Nismën pastaj, kjo ka qenë e pamundur për faktin se sidomos Nisma ka pas kërkesa në shpërputhje me fuqinë politike që kanë, ndërsa në anën tjetër LDK-ja ka refuzuar që të ketë një apo të kenë takime me ne për ta bërë një koalicion qeverisës. Në këtë drejtim, ajo çfarë është e rëndësishme të themi është që në rrethana të tilla kur vetvendosja po varet qoftë edhe nga një deputet i një subjekti politik, pastaj po tentohet që të vazhdohet me një mendësi të njëjtë sikurse në të kaluarën, ku ka pasur kërkesa të ndryshme pazare për ta bërë koalicionin qeverisës. Prandaj ne nuk konsiderojmë që nuk bashkëpunojmë me asnjë prej subjekteve politike, nuk është që ne duam të qeverisim vetë, por këta po e vështirësojnë që Kosova të ketë kuvend të konstituar, qeveri të zgjedhur nga ana e kuvendit të Republikës Kosovës dhe po zvarisin pra krijimin e institucioneve në Republikën e Kosovës. Prandaj është rëndësishme që të kemi mbështetje të madhe qytetare, bazuar në situatën teren. Natyrisht që ne kemi mbështetje shumë të madhe qytetare. Qytetarët janë vetëdijshëm për situatën dhe sigurisht që jam shumë optimiste që rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit do të jetë shumë i mirë se sa ai i 9 shkurtit, ndonse e thash që ne jemi krenar që kemi mbështetje shumë të madhe, jemi të nderuar që mbështetemi kaq shumë nga ana e qytetarëve të Republikës Kosovës. Natyrisht që kjo na bën edhe më shumë përgjegjës në raport me veprimet tona, por në anën tjetër jam shumë optimiste që rezultati do të jetë edhe më i mirë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ne po presim një herë që të shohim se cilat do të jenë rezultatet. Pra kush prej subjekteve politike si ka dalë në zgjedhje me përqindje, pastaj me deputet, dhe pastaj natyrisht që pas 28 dhjetorit, pas certifikimit të rezultateve të këtyre zgjedhjeve që po vinë së shpejti, ne do të ulemi dhe do të shohim se ana duhet ndonjë subjekt politik, kush prej tyre, domethënë do të jetë si potencialisht që të qeverisim me ta. Por ende pa e parë se cili do të jetë rezultati zgjedhor, ne nuk mund të flasim. Sa i përket PDK-s edhe gjatë kësaj kohe ne kemi thënë që PDK-ja duhet të reformohet në mënyrë që vetëvendosjet ta konsideroj si partner, por me që jemi tani në rrethana të tilla, pra nesër fillon fushata zgjedhore, ne vlerësojmë që është e rëndësishme që ta presim rezultatin zgjedhor dhe pastaj të flasim për vijimsinë apo vazhdimsinë e qeverisjes. Po vlerësoj që për neve si vetvendosje është e rëndësishme që të gjithë fokusin ta vendosim tek kjo fushatë zgjedhore, të takimet me qytetar, tubimet gjithandej vendit, por edhe në Mërgat, sepse siç e dini, lëvizja vetvendosje ka takime dhe të shumta edhe me bashkëdhetarët. Dhe tek pas përfundimit të rezultatit apo të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, të ulemi dhe të diskutojmë se si e shohim rrugën përpara. Po them edhe një herë është e rëndësishme që ta shohim rezultatin zgjedhor dhe pastaj organet e lëvizjes vetvendosje të vendosin se kush do të jenë partnerët tanë. Tash ne të gjitha seancat, në fakt që nga 15 prilli seancat kanë qenë publike. Pra secila prej tyre ka qenë publike, ka pas një prezencë të madhe të mediave aty. Që nga 15 prilli ne kemi shkuar në seancë si subjekt politik dhe kemi votuar. Kemi votuar qoftë për verifikimin e mandateve të deputetëve. Ju e dini që këtu 2 herë radhazi opozita e kundërshtoi dhe pastaj e pa që gabuan dhe e votuan për raportin për verifikimin e mandateve, që në fakt ishte një dokumentacion i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që vetëm do duhej formalisht të votojë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pastaj për disa herë, gjithësisht 6 herë, refuzuan që ta votonin emrin tim si kryetare e Kuvendit, pastaj refuzuan komisionin për votimin e fsheht, por në secilën seancë ose votonin kundër ose nuk merrnin pjesë në votim ose abstenonin. Pra, vota për, siç e ka bërë lëvizja vetvendosje, në vazhdimsi nuk është votë bllokuese. Pra ne që nga fillimi kemi qenë të interesuar që ta konstituojmë menjëherë Kuvendin dhe pastaj ta votojmë qeverinë e Republikës Kosovës. Por ne jemi përballë fatkeqësisht me veprime destruktive nga ana e opozitës, pra ata përveç se refuzuan që
të votonin për kryetar kuvendi propozimin që i takon televizës vetëvendosje. Ata votuan kundër edhe kryeministrit Albin Kurti, kundër edhe personit më dytë, pastaj zotit Gleu Konjufca si kandidat për kryeministër, për faktin se ne nuk kemi pas nevojë që të futemi në dy palë zgjedhje për një kohë kaq të shkurtër, sepse vitin e ardhshëm ju e dini që ne do ta kemi sfidën me zgjedhjen e presidentit. Prandaj ne kemi lutur ata që ta gjejmë një rrugë për hir të qytetarëve të Republikës Kosovës, ta votojmë kandidatin për kryeministër që ishte zoti Gleu Konjufca, pastaj të votojmë buxhetin. Gjithsesi ne kemi pas përpjekje edhe para votimit të kandidatit për kryeministër që të votojmë buxhetin, pagat për RTK-n, pastaj për 3 komuna, marrëveshjet ndërkombëtare, por që opozita asesi nuk pranonte që t'i votonte këto dokumente. Prandaj qytetarët janë ata që më së miri do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike, por ne kemi bërë gjithçka që ka qenë në duart tona në mënyrë që të konstituohet kuvendi, por edhe të zgjedhet qeveria. Kjo nuk ka qenë e mundshme për shkak të arsyeve që i përmenda. Prandaj edhe natyrisht që unë konsideroj që përgjegjësia i mbetet atyre, për sa kohë e thash edhe më herët, vota për asnjëherë nuk është votë bllokuese. Unë besoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit gjithçka do të jetë ndryshe, edhe do të ketë konstituim të kuvendit, por edhe zgjedhje të qeverisë. Pra nuk do të ketë nevojë për muaj të tërë në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Pra duket që situata është më ndryshe dhe jam pra shumë optimiste që situata do të jetë më ndryshe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ne mirëpresim aktakuzën që është ngritur nga ana e prokurorisë speciale. Ka pas një bashkëpunim shumë serioz dhe shumë profesional të policisë, prokurorisë dhe partnerëve tanë që na kanë ndihmuar që tashmë të ketë një aktakuzë të ngritur për sulmin në Iber Lepens. Veprat penale me të cilat ngarkohen janë rendi kushtetues, pracënimi i rendit kushtetues, shkelja e rendit kushtetues, sulm terrorist, spionazh dhe të tjera. Pra, ne kemi thënë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që jo vetëm për këtë rast, por edhe për këtë rast dhe për gjitha rastet tjera, personat përgjegjës, pra kriminalët të dalin para përgjegjësisë penale. Sa i përket këtyre rasteve, ju dini që ne kemi edhe sulmin terrorist në Banjsk. Vetëm 3 prej personave përgjegjës janë në paraburgim, në burgun e sigurisë së lartë, por jo edhe një numër i madh i personave të tjerë, përfshirë këtu edhe kryeterroristin Milan Radojčić. Sfide kemi që Serbia nuk i dorëzon kriminalet para drejtësisë. Dhe në këtë drejtim ne në vazhdimsi, në çfarëdo takimi që kemi pasur me partnerët tanë, kemi kërkuar që ata t'i bëjnë presion Serbisë që t'i dorëzoj kriminalet në Republikën e Kosovës. Natyrisht që duket që presioni që ndërkombëtarët mund t'ja bëjnë Serbisë nuk po kryen punë, duke qenë që Serbia vazhdon të jetë e njëjta. Pra përveç se është bërë streh për kriminalët e luftës, sepse ju e dini që as kriminalët e luftës nuk i dorëzon në Kosovë, ajo është bërë streh edhe për terroristët dhe kriminalët që kryejnë sulme terroriste në kohë të paqes. Prandaj është e rëndësishme që partnerët tanë ta kuptojnë se kush është Serbia dhe ta bëjnë përgjegjëse edhe për sulmin terrorist në Banjsk, por edhe në Iber Lepens, dhe të kërkojnë që të dorëzohet secili person që akuzohet për këto krime të rënda. Ka pas përpjekje që sidomos për sulmin në Banjsk kompetencat t'i merr Serbia, por ne kemi refuzuar që ta bëjmë një gjë të tillë, për faktin se ai sulm ka ndodhur në territorin e Republikës Kosovës dhe i vetmi vend që e ka kompetencën apo përgjegjësinë për ta hetuar dhe të vazhdojë me veprime tjera është Republika e Kosovës. Prandaj edhe në secilin takim që ne kemi, ne kërkojmë që të dorëzohen ata në Republikën e Kosovës. Së pari ne kemi pas përpjekje që nga fillimi i mandatit që ta bëjmë reformën në drejtësi. Fatkeqësisht as vetingu në sistemin e drejtësisë dhe as reforma në Këshillin Prokurorial nuk është mbështetur nga ana e sistemit të drejtësisë. Pra për sa kohë ka ekzistuar vullneti jon i hekur për ta shtyrë përpara reformën në drejtësi, në anën tjetër, pikërisht për shkak të kësaj reforme, ne jemi përballë me veprime, si më thon, hakmarrëse, do të thoja nga ana e prokurorisë në raport me qeverinë. Pra vetëm për shkak të reformës në drejtësi, por edhe për shkak se ne kemi kundërshtuar që kryeprokurori i prokurorisë speciale, Blerimi Sufaj, të jetë kryeprokurori i shtetit.
Dhe në këtë drejtim, ne konsiderojmë që prokuroria ende nuk është në nivelin e dur sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Vetëm qeveria e Republikës Kosovës i ka dorëzuar mbi 200 dosje që kanë të bëjnë me dyshime për miliona euro, pra që janë keq përdorur, por në anën tjetër asnjë prej këtyre rasteve nuk është trajtuar seriozisht nga ana e prokurorisë. Duket që ato dosje që ne i kemi dorëzuar thjesht janë vendosur diku në sirtarët e prokurorisë dhe nuk po merren parasysh nga ana e prokurorisë speciale. Prandaj kemi thënë që ne nuk duhet të kemi prokurori që i mbyll syt përpara krimit e korrupsionit. Ju e dini që shumë zyrtarë në Republikën e Kosovës janë bërë milioner vetëm duke qenë politikan. Pra janë bërë milioner para syve të këtyre institucioneve të drejtësisë. Dhe kjo gjë duhet marrë fund. Ne nuk do të ndalemi derisa ta bëjmë një sistem të drejtësisë të fuqishëm, profesional, dhe që nuk i intereson emri i përveçëm i personit që dyshohet për vepra që ka bërë. Pra, ky ka qenë synimi im, kjo do të jetë edhe puna jonë që do ta vazhdojmë në mandatin e tretë të qeverisës, për faktin se ne kemi edhe shumë prioritete tjera që do t'i shtyjmë përpara, përveç reformës në Këshillin Prokurorial Vettingut, Byros për konfiskimin e pasurisë, do të ketë edhe shumë politika të reja në mandatin e ardhshëm. Prandaj jam shumë optimiste që ne do të arrijmë që ndonse është shumë sfiduese, për faktin që vetë ju e keni parë se çfarë po ndodh me Këshillin Prokurorial gjatë kësaj kohe. Pra duket që janë përpjekjet e fundit për ta goditur reformën drejtësi, reformën në Këshillin Prokurorial, që fatmirësisht është në janar fillon edhe ndryshohet përbërja e Këshillit Prokurorial. Por pra konsiderojmë që të gjitha këto veprime që janë bërë kundrejt nesh, qoftë edhe me akt akuza të ndryshme kundrejt Rozeta Ajdarit apo të tjera, janë luftë brutale e Prokurisë Speciale kundrejt qeverisë tonë, sesa që ka diçka për ta hetuar ose që dyshohet që ka ndodhur diçka aty. Asnjëherë kryeministri Kurti nuk ka refuzuar që t'i përgjigjet kërkesës prokurorisë speciale. Madje sipas informacioneve që unë i kam, por këto janë bërë publike edhe nga vetë zyra e kryeministrit, janë propozuar disa data se kur prokuroria mund të takohet me kryeministrin Kurti dhe ta marrë dëshminë. Nëse prokuroria kishte qenë interesuar që ta bëj këtë, natyrisht që do të shkonte dhe do ta merrte dëshminë e kryeministrit Kurti, sepse në këtë rast kryeministri Kurti ka qenë vetëm si dëshmitar. Ka pasur raste kur policia ta zëmkar në zyrën time me kërkesë me autorizim të policisë, më ka marrë në pyetje në zyret time. Ka pas raste të njëjta kur policët me autorizim të prokurisë kanë shkuar në zyre të kryeministrit Kurti dhe e kanë marrë në pyetje. Prandaj shtrohet pyetja se pse se kanë bërë tash. Do të thonë çka ka ndodhur tash, çka ka ndryshuar tash. Ne nuk e kemi kuptuar çastin e prokurorisë. Por natyrisht që më duhet të theksoj që asnjëherë nuk ka pasur refuzim të kryeministrit Kurti për t'ju përgjigjur institucioneve. Në anën tjetër, sa i përket ministrës Hajdari, ajo vetë ka thënë që do të përgjigjet sa herë do të ketë ftesë, por për atë seancë që është mbajtur gjithsesi, ka pas përpjekje që të mbahet seanca e parë, nuk ka qenë informuar. Natyrisht që nuk mund të shkojë në një seancë ku nuk i ftesë. Ftesën duhesh ta pranosh, por kjo nuk ka ndodhur. Mendoj që është ajo çfarë ne kemi thënë gjatë gjithë këtyre viteve, por sa herë ne kemi folur për grupet e interesit, korporatizmin, brenda Këshillit Prokurorial jemi akuzuar që po ndërhyjmë drejtësi. Pra pikërisht pas disa viteve ne po shohim hapur para syve të gjithë botës, gjithë qytetarëve në fakt Republikës Kosovës se sa shumë i kanë, si me thënë, parasysh interesat grupore, personale, antarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pra, mos mendoni që aty po bëhet fjalë për diçka që është parimore, por aty, do me thënë, sheh grupet e interesit, grupet e ndryshme janë 2-3 grupe që funksionon në kuadër të Këshillit Prokurorial, që tentojnë të shtyjnë përpara interesat e tyre. Ne kemi thënë që shkarkimi i zotit Besim Kelmendi është i kundërlidhshëm. Aty do duhej të ishin 7 vota për, duke qenë që Këshilli Prokurorial nuk e ka pranuar dorëheqjen e antarit serb, pra do duhej të ishin 7 vota për shkarkim, kanë qenë vetëm 5, pra është i kundërlidhshëm. Prandaj mendoj që ajo se çka sot po ndodh në Këshillin Prokurorial
është, si me thënë, shtyrje e interesave të grupeve të ndryshme brenda Këshillit që ekzistojnë, pra ata nuk e kanë parasysh që duhet t'i shërbejnë qytetarëve përmes përgjegjësive që kanë, por interesave të tyre. Ka një përpjekje që ta pengojnë reformën në Këshillin Prokurorial. Ju e dini që ne kemi nisur këtë reformë 2021-ën, por opozita e kishte kundërshtuar 2 herë radhazi në gjykatën kushtetuese, edhe pse ne kishim paraprakisht opinionin pozitiv nga Komisioni Venecias, por pavarësisht vonë nuk kanë mund të ndalin këtë reformë dhe nga 13 anëtarë sa Këshilli Prokurorial i ka, që nga janari ky numër do të zvogëlohet në 7 anëtarë, ku 3 do të jenë të zgjedhur nga Kuvendi i Republikës Kosovës, 3 prokurorë dhe kryeprokurori sipas detyrës zyrtare. Unë mendoj që kjo është një përbërje balansuar dhe ku do të eliminohet korporatizmi brenda Këshillit Prokurorial dhe ku përgjegjësitë që ka Këshilli Prokurorial për ta mbikëqyrur në përgjithësi sistemin prokurorial, një nga këto do t'i kryej në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në përputhje me legjislacionin dhe Kushtetutën e Republikës Kosovës. Prandaj, ajo çfarë unë kam thënë është, si me thënë, pasqyrë e qartë se si funksionon Këshilli Prokurorial, që më nuk kanë mundur ta mshehin, si me thënë, poshtë tavolinave se si funksionojnë, por kjo tashmë ka dalë në publik.